të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra. Seria jonë e ligjeratave do të vazhdon për familjen dhe rreth familjes, sepse e besojmë fuqishëm se kënaqësia e Zotit është kur është razia dhe kënaqësia e familjarëve. Dashuria e Zotit edhe më shumë shpërfaqet tek ata që kanë dashuri, respekt, falje dhe përkushtim për familjen dhe në familjen. I besojmë fuqishëm se nëse institucionin e familjes e kemi në rregull, të gjitha institucionet e tjera do të jenë në rregull. Dëshirojmë këtë amanet të Zotit Dhul Xhelal, mos më na i prek askush, mirë po në çdo kohë dhe në çdo moment, për ta rujt, për ta formu, për ta kultivu, për ta bërë sa ma produktiv e sa ma progresiv, për të qenë shumë fanatik në kuptimin pozitiv të përkushtimit ndaj familjes, se këtu është suksesi dhe nga këtu fillon ardhmëria jonë për dynja edhe për ahiret. Kemi trajtu tema të ndryshme që nga gjumaja e parë e vitit 2026 e kemi ardhur deri te kjo tema që me qenë pak më emocional për familjen, më të dashur për familjen, që të jemi ma zemër hapur për familje tona, të kemi kohë më të madhe për t'ju përkushtu këtij sektorit. Të dashurit e mi, familja nuk mbahet gjallë vetëm me bukë, vetëm me pare, edhe vetëm me shtëpi të bukura të forta që i ndërtojmë. Familja mbahet gjallë me një zemër të përkushtuar. Sot ne ndëgjojmë fjalë nga më të ndryshme, thonë, Hoxha Feni, çka ka kjo familja jeme? Kushtet ja kum siguru? Në aspektin ekonomik qëndron shumë mirë, shtëpi shumë të qëndrueshme, çdo gjë, pse nuk bëhet rahat kjo familja jeme? Rahat nuk bëhet sepse ti shumë pak emocion, dashuri, dhuron, shpenzon në familje. Familje tona krahas këtyre kushteve, të parin kush duhemi m'ia plotësu në aspektin shpirtëror, emocional, të buzëqeshjes, dashurisë dhe të mirëkuptimit dhe të faljes ndërsjellët. Shumë shtëpi janë të ndërtuara mirë, por brenda tyre ka heshtje. Brenda tyre ka ftoje, brenda tyre ka distancë. Sot shumë probleme nuk vinë nga varfëria materiale, mirë po vinë nga varfëria emocionale. Nga varfëria emocionale vinë shumë ndarje dhe shumë ftohje. Burri thot, unë po punoj për familje. Gruaja thot, unë kujdesem për shtëpi. Për fëmia thot, askush nga këta nuk po ndon kohë për mua. Askush nga këta nuk ka kohë për mua. Familja nuk vdes nga humbja e jetës së krye familjarit, por familja vdes kur ftohen zemrat në atë familje. Ky është qëllimi parsor i këtyre ligjëratave të mia, dashurit e mi. Mos ta harrojmë këtë institucion, sepse ndoshta shumë jemi duke fol për qiej, për nasën. E kemi harruan ata esencialen, bazikën, e cila është për dynja dhe për ahiret. Po gjejmë kohë ju përkushtojmë dhe t'i dhurojmë dashuri dhe emocion e pozitivitet që të gjithëve. Veç kthejmë të lodhur e të raskapitur në për shtëpitë tona. Po kem kohë për për çdo kënd. Edhe unë jam i thtar i kësaj për nda kohë për çdo kënd.
po kohën më të madhe dhe më të vlefshme duhet ta ndajmë për familjet e tona. Nuk ka familje pas prova, nuk ka familje pa vështërsi, nuk ka familje pa momente të rënda, por dallimi i tyre, i familjes që çndrojnë dhe i familjeve që rrëzohen është ajo familje që çndron, ajo familje ka zemër përbashkuese, ka zemër emocionuese, ka një zemër plot dashuri që e kultivon në familjen e tij. Zoti Dhul Xhelal kur flet për esencën e familjes, për bashkëshortet, thot mes bashkëshortëve vendosa dashuri dhe rahmet. Kjo do të thot, sprovat janë të pashmangshme, por dashuria dhe mëshira janë mbrojtje. E kur nuk ka baba dhe nana, dashuri dhe rahmet, edhe në mesveti reflekton tek pasardhësi, tek fëmia. E kur nuk shfaqin ata dashuri dhe rahmet, edhe tek fëmia dhe tek familja, aty ka ftohje, aty ka distancë, aty ka zëra të ngritur, aty ka linçime, aty nuk ka vlerësime, edhe aty ka gjëra të trubullta shumë. E këto po e shkatrojnë dhe po e denigrojnë familjen tonë. Të dashurit e mi, sprovat janë të shumta. Çdo familje ka. Bile sidomos në kohën e sodit, ka koha kur të mi tregojsh ti tuat, tham, kur gjë nuk ka kanë tuat, çka janë të mijat, se secilit ju duken të vetat më të mëdhaja se tjerëve. Kemi sprova ekonomike, shëndetësore, me fëmijë, me keq kuptime, gjëra do të thotë ngjajshme, por të gjitha i kalohen. Kur burri e shef gruan si aleat, jo si kundërshtare, pashallah, pas në pozicionet istikameve, janë do bashkëshort. Te këshyr kur po gabon, edhe me qilluan. Ka talë mër, falë mër, mirë kuptohe, olë bashkë bisedo me ta. Kur gruja e shef burrin si mbështetës, jo si fajtor, kur fëmijët ndjejnë siguri emocionale, atëherë edhe varfënia ekonomike që mund të ekzistaj, shndrohet në pasurinë më të madhe. Këta shpesh e shijojmë ne. Shkojmë të do familje, nuk qëndrojnë mirë ekonomikisht. Çfarë harmonie shefte ta? Çfarë buzëqeshje shefte ta? A nuk janë të mujtë këtë dimën të nëzajt me ngro, në këtë dimën të ftaft me ngro vetë vetën e tyre? A mo ka ngrotësi shpirtërore? Edhe vjen në shpreje, aja fjala Muhammed Mustafa, se cila i kanë thonë shokët e vetë, pasha madhnin e Allahut, si kur ta din të tjerët, çfarë lumturie dhe kënaqësie kemi na besimtarët e Zotit, në zemrat e tona, do të na shpallshin luftë me shpata për më na i marrë. Këtë jemi të po, kur po shkojmë të do, inshallah rime dhe pak bre, knaqës të bo muhabet, shkon të do të ftoft, thuti që ja kemi të këtë antarët e familjes ti, kënë telefona të full, krejt nervos të këshyn janë i tjetëri me bërsynit, la ilaha illallah. Ka mësi familjet e tona me i kaplun ngrotësia shpirtërore, emocionale, rahmeti Zotit Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellaluhu. Të dashurit e mi, kur zemrat nuk janë bashk, një problem i vogël bëhet i madh. Kështu po ndodh. Një fjalë e vogël bëhet plag. Një keq kuptim bëhet armiqësi e madhe. Sepse sprova plus egoja e ndon familjen. Ndërsa sprova plus dashuria e forman edhe e konsolidan, e forcan edhe ma shumë familjen. Zoti Gjeleshanu e Gjelle Gjelaluhu, kur flet për familjen, i përmend dy shtyllat e familjes. E përmend burrin edhe e përmend gruan. Thot, ato për njëri tjetrin janë rob. Ti moshkull, je rob për bashkëshortën tënde, e aja është rob, do të thot për ty, sepse, çka do me thonë rob? Roba mbron, roba ngro,
e rroba zbukuron. Kur t'janë prindërit nivel të detyrës së familjes, e ngrohen, e mbrojnë dhe e zbukurojnë familjen. Kështu që një pjesë e prindërve janë aksidentalisht prind. Po e di ju, ndodhi. Aksidentalisht do të thotë janë prind. Për këtë profeti Muhammed a.s. mbështetjen më të madhe ma Zotit, për gjitha sprovat e jetës time, e ka marrë të bashortja ime të Khadijja. Po hoq, ku bjen burri brend, deregjet këtil, o, du të me ra, e du të me ndëgju, e du të mu konsultu, e du të problemin më të madh, me ndo mas pari me të. Për këtë, disa ndoshta e thojnë e majnë, s'muj me e shfaq asaj, për zgjedhja jote nuk u kon adekuate. Apo për zgjedhja e saj nuk ka qenë adekuate, do thot për tyje. Shembulli e Jubit a.s. Allahu ja dha gjithë pasunin, ja dha shëndetin, i dha fëmijë të shumt. Mirë po filloj sprova, mas pari nga dal me ja marr pasunin. Nga dal me ja marr shëndetin, e nga dal me ja marr fëmijët. Ja marr Zotit gjithë fëmijët, i vdeqën. Ja marr Zotit gjithë pasunin, si kur që ja marr edhe shëndetin, aq së mundje e ron, sa që mishi i rake nga trupi. Po bashkëshortja vet, ishte shtylla ushtari kryesor. Sa dune një, si kur që njeni edhe jo. Bashkëshorti ka qenë mirë ekonomikisht, me shëndet mirë, familje mirë, po s'mu. Makja nuk ka kujdese për të, disa pepritin dekën e tina, e disa hala pa veç që s'mu, s'kam kone me rujti, kam angazhimet e mija, cilat angazhime bejkiti. Sikur që pëndodhe edhe e kundërta, edhe nëse bashkëshortja ka plan një smundje, e kush e don smundjen, bashkëshorti nuk po ka kujdes të mjaftueshme ndaj saj. Vallahi është prej njona, prej gjunaheve shumë të mëdhaja. Amanetin e Zotit ja ka besu Zoti atë vajzat i babës, e amanetin e Zotit ta ka besu ky bab ty. Kujdes qysh po e trajton atë. Gruaja e Jubit i qëndroi stoik. E Jubi boni sabër. Dhe ajo deri fund, ai di çka shiti, se s'kishte me çka me i blen ilaç, gërsheta, bystekt e flokëve të fundit i shiti për me i siguru shqem edhe për me i siguru ilaçe bashkëshortit të tij. Shoqëritë tona, familjet tona kanë qenë të këtilla. Nanat e tona shqiptare, baballarët e tonë shqiptar kanë qenë të këtill. Kur nuk e kanë nxjerrë nga shtëpia pse ka kaplu një smundje apo një dhimbje. Nëse ju është adaptu Islami dikon mirë, mas mirë ti ju ka adaptu traditave tona, shqiptarve, e familjeve tona, se kërku nuk bjen ndesh me parimet islame. Për këtë arsye, po i shpërfaqmi këto tema që me i forcuan familjet e tona. Dashurit e me, thëjke Ibrahimi a.s. Merrnëm shembull mua ummet, nga pusi që e gjojtën vllaznia. Po, vllaznia e hodhën. Sot problemi është këtu në brenda. E hodhën, mirë po nga pusi, shkoj në pallat. E nga pallati, përsëri në burg. E nga burgi, përsëri është bërë njeri ma pushtetar i asaj kohe. Këta janë valët e jetës. Për këtë, krejt në fund, sprova nuk është harrem nga Zoti. Nëse sprovosh në familje, nuk është harrem nga Zoti. Mirë po është indikacioni i parë që Zoti është duke u marrë me tyje. O, në moment që t'ka kaplu një dhimbje, një mërzi, një zbrastir, çka do që t'jetë? Sprov! Falenderoj Zotin. Zoti është duke u marrë me tyje. Kujdes do thot në këtë moment. Për këtë ndëgjani këta 3 fjalë të dietarëve, të ulemave të mëdhej. Jusuf el-Kardavi thot, familja në Islam nuk ndërtohet vetëm mbi drejtësi, por mbi falje, tolerancë dhe mëshirë. Nëse nuk ka falje, tolerancë, mëshirë,
ka të fletë në familje veç për drejtësi. Mustafa Mahmudi thej ke martesa nuk është bashkim trupash, por bashkim shpirtrash. Nëse shpirtat ndohen, shtëpiat kthehen në hotel. Këni po, do shtëpiat i kanë vish për me orë me orë nëj buk, nëj gjumë me bo, thot mu ka bo shtëpia iri, nuk po më shkohet është vendi. E kanë bo hotel, e kanë bo në shtëpien. Pse? Se këta i kanë bashku trupat, nuk i kanë bashku shpirtrat. O, ju të ri dhe të reja, do të bashkani shpirtrat, jo vetëm dy fizikat. Selman Aude thejke, fëmijët nuk ka nevoj vetëm për ushqim dhe roba, por për ndjenjë, se janë të dashur dhe të ndëgjuar. Subhanallah, kënja na nuk vi marrë mësimet e Zotit. Kur të na thot aja psikologi, aty në shku, mirë. Po që kje Zoti e ka thonë, para 1447 viteve, o prind, mas pari merë me fjallën e Zotit, e kur njerë mësë janë shkallën edhe këto këshillat e të tjerve, ama mas pari ka thonë Zoti ati i qofshëm i falë, i Bënkaimi thot, dashuria dhe mëshira janë dy shtyllat e shtëpis, kur ato bien, bia shtëpia. Bia shtëpia. Dy shtyllat kryesorit shtëpis janë dashuria mëshira. Në atë shtëpi ku nuk ka dashuri dhe mëshirë, bina të shtyllat e tjera apo bje krejt në shtëpi. Shtëpia e të gjithë dietarët këshillojnë duke thonë, familja nuk mbahet me autoritet, por mbahet me dashuri. Familja nuk mbahet me frikë, por familja mbahet me mëshirë. Familja nuk mbahet me ftohtësi, por mbahet me afërsi emocionale. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Allahu na i rujt familjet e tona. Allahu na i bëft familjet e tona të qeta, të ngrata, të mira, të dashura dhe na bëf pikë referencë familjet e tona për njerëzit e tjerë në përgjithësi. Walhamdulillahi rabbil alamin.